Mbetje mortore janë gjetur në Mitrovic të Veriu, teksa një familje po gërmon të varrin për një familjar të tyre. Sipas raportit të policisë së Kosovës, në vendngjarje janë hasur një batanie me mbetje eshtërore, që dyshohet se janë të luftës së fundit në Kosovë. Mbetjet eshtërore janë tërhequr nga Instituti i Mjekësisë Ligjore për ekzaminime të mëtejime, teksa për rastin është informuar prokurori. Komisioni qeveritar për persona të zhdukur e vlerësoi bashkëpunimin e qytetarëve. Komisioni qeveritar për persona të zhdukur shpreh mirënjohje dhe vlerësim të lartë për bashkëpunimin me qytetarët, që me raportimin e tyre kontribuojnë në ndriçimin e fatit të personave të zhdukur. Ky bashkëpunim mbetet thelbësor për zbardhjen e fatit të çdo personi të zhdukur, tha komision në një njoftim. Këshilltari i Komisionit Qeveritar për persona të zhdukur, Kushtrim Gara, falenderoi gjithashtu qytetarët për përkushtimin dhe ndjeshmërinë e treguar. Mirënjohje të veçantë për qytetarët që me kujdes dhe ndjeshmëri kontribuan në këtë proces. Mbesim të përkushtuar në misionin tonë për gjetjen e më të dashurve të rrëmbyer zhdukur me forcë gjatë luftës. Mirënjohjen më të thellë për familjet e personave të zhdukur që përkundër dhimbjes dhe ankthit të pritjes në vazhdimsi kanë mbështetur punën e institucioneve të angazhuara në rrugtimin e përbashkët për të vërtetën dhe drejtësinë, u shpreh Gara.